Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Koalicioni Vlen kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjellta lidhur me ndërmarrjen shtetërore MEPSO dhe vendimin ndërkombëtar që lidhet me një dëm financiar prej 6 milion eurosh. BDI kërkon hetim të menjëhershëm ndaj drejtorit të MEPSOs, Burim Latifi, duke e konsideruar atë përgjegjës për dëmin prej 6 milion eurosh, që sipas tyre do të paguhet nga buxheti i shtetit. Sipas kësaj partie, anulimi i kontratës me kompaninë Energo Invest dhe vendësimi i saj me një kompani tjetër nga Banja Luka përbën vendim të dëmshëm dhe të motivuar politikisht. Tribunali ndërkombëtar DAB, që vepron sipas rregullorave FIDIK, i ka rrëzuar të gjitha kundër kërkesat e MEPSOs prej 19.3 milion eurosh dhe i ka njohur Energo Investit të drejtën në 6 milion euro, që do të dalin nga buxheti i shtetit nga xhepat e qytetarëve. BDI gjithashtu kërkon hetim nga prokuroria, auditim të kontratave dhe pezullim të marrëveshjeve aktuale deri në sqarimin e plotë të rastit. Ndërkaq Vlen i hedh poshtë këto akuza dhe kundërpërgjigjet duke e akuzuar BDI-n për keqpërdorime shumë më të mëdha dhe për bllokimin e projektit ndër vite. Sipas Vlenit, projekti energjetik ka qenë pothuajse i ngrirë me vetëm 4% realizim për disa vite, ndërsa kontrata kishte skaduar pa progres real. Ata pretendojnë se gjatë qeverisjes së BDI-s janë zhvilluar negociata për rritje të kostos së projektit. Është kërkuar një anekse prej pothuajse 50% të vlerës së kontratës, përkatësisht rreth 8 milion euro më shumë, gjë që është në kundërshtim me kushtet e kontraktuale dhe çdo logjikë ekonomike. Për më tepër, ekzistojnë evidenca për braktisje të njëanshme të kantierit nga ana e kontraktorit, si dhe kushtëzime me kërkesa të reja financiare. Vlen gjithashtu thekson se procedura para tribunalit ndërkombëtar nuk përbën vendim përfundimtar, por është një pjesë e një faze para arbitrazhi dhe se shteti ka ende mundësi ligjore për të mbrojtur interesat e tij.